E premtja e madhe e Pashkëve, ose e premtja e zezë, që është dita kur kujtohen vuajtjet dhe vdekja e Jezu Krishtit, fillon tradishin më të shenjtë të Pashkëve, thot Don Pavlin Zefi nga Kisha Katolike Apostujve Pjetri dhe Pali. Pas 40 ditësh të kreshmeve, të cilët i kemi filluar me të mërkurën e përhime me datën 5 mars si vjet, kemi arritur në këtë periudhë të shenjtë, akoma më të shenjtë, të kalendarit të kishës, që është tradishi i Pashkëve. Sigurisht, Kisha Katolike të njëjtën e madhe kremton në një mënyrë të veçantë 3 mistere të rëndësishme, të cilat janë themelimi e Eukaristisë, pra prania e Jezusit me nxënësit e tij në jetën e kishës në sakramentin e Eukaristisë. Pastaj, sigurisht, e lidhur ngushësisht me të është themelimi i meshtarisë, sepse meshtari është ai i cili e realizon Eukaristinë në histori, në përditshmërinë e botës. Ndërkohë që në këtë ditë Jezusi në darkën e fundit, duke pas larë këmbët nxënësve të tij, na jep edhe një urdhër të madh dhe jetëson urdhën e tij të madh të dashurisë dhe të shërbimit kundrejt vëllezërve. Pas kremtimit të kësaj dite të shenjtës vjen dita e premte. Dita e premte e cila në vetvete është një ditë, po themi kështu, zije për kishën, sepse e kujton atë moment aq dramatik, aq tragjik të vdekjes së Jezu Krishtit, birit të hyjit në kryq. Sigurisht që vdekja e tij është një vdekje jo si të gjithë njerëzve, por është vdekje e cila sjell shpëtim, sjell shëlbim, sepse Jezusi është shpëtimtari i botës. Don Pavlini ndan mesazhin e kësaj dite që është dashuria e Zotit për njerëzit. Sigurisht, Kisha e kremton me ritualet e saja këtë moment të kësaj të premte. Jo aq për të mbajtur zi për atë gjë çfarë ka ndodhur përpara 2000 vjetësh, por mbi gjitha për t'i kumtuar botës sot në këtë moment rëndësinë që ka besimi dhe mbi gjitha rëndësinë që ka dashuria, i duhet të ketë dashuria e Zotit për njerëzit, për botën mbar. Vdekja e Jezusit në kryq nuk është një vdekje e kotë, por si thash është një vdekje e cila sjell shpëtim. Shën Pali thotë se nëse ne vdesim bashkë me Krishtin edhe do të ringjallemi. Prandaj nuk mund të ketë festë e Pashkëve të ringjalljes pa vdekjen e Jezusit. Nuk mund të kemi të diel të Pashkëve pa të premten e madhe. Andaj urimi e mesazhi për të gjithë neve, për gjithë juve, është ky që ta kuptojmë si Jezusi e Zoti na don pafundësisht, saqë të dhuroj jetën për neve.